Ndoshta nuk janë të vërteta votat? Sipas asaj çfarë kemi parë. Unë në këto ditë këtë kam menduar zonat para se të flej që produksioni ndoshta po ja bën rrugën Rozanës shumë të lehtë për në finale dhe për të shpallur fituese. Nuk është shumë e lehtë. Rozana ka dhënë, nëse do ishte shumë e lehtë, do ishte për ku dëgjon për Jozin ose për një banor tjetër. Një sekond. Pse, më fal që ndërpres. Rozana nuk e meriton finalen? Jo, e meriton finalen. Para Gertës. Tani të lut. Me kë hapet e mbyllet Prime-i? Me Egli dhe Gjestin. U hap një sekond se jo, Egli dhe Gjestit është një histori që tani ka vdekur, nuk është më fare si histori. Komentojmë pak Eglin dhe Laerti. Pse duhet shkonte Laerti në finale? Unë isha me Eglin. Unë doja që fitonte Egli. Për mua, asnjëri, sinqerisht nuk ka pëlqyer për finale. Jo, zema një sekond. Asnjëri nuk është për finale. Egli doli, mori çfarë morën nga jashtë, hyri u ringrit, sepse nëse do linim Eglin me mendjen që kishte më përpara, nuk do ndriste gjë. Hej yje, unë jam Fatosi dhe juftoj të shkoni në YouTube, Andale Ale dhe të bëni subscribe aty për të parë episodin e plot. Mos u humbisni.